Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do kemi një crafty video për të bërë disa blerje në një dyqan me copa. Do të bëj një manikin me përmasat e mia. Kam gjetur një video që tregonte se si mund ta bëja shumë lehtë dhe I kam marrë materialet, por më duhet që të shkoj në fillim të blej copat dhe më vonë të provojmë këtë eksperiment. Në veshur jemi bërë gati, kam bërë flokë të bukur, eci. Sa po erdha në shtëpi, o zot, çfarë vape është jashtë. Nuk e di nëse është vap aty ku jeni ju, por këtu është vape të mërshme. Gjithsesi, shqyr dyqani nuk ishte shumë larg, kështu që I mora ato shpejt dhe erdha direkt në shtëpi. Do të më do lajem tani. Por do ju tregoj në fillim se çfarë copash të bukura që gjet. Është copa që zgjodha për të bërë një fustan për mamin dhe më pëlqeu shumë. Është kjo. Duke qik si mbulesë buke, po s'kaqe. Është shumë e bukur. Unë mendoj që është verore dhe sidomos për atë fustanin që kam menduar të bëj, kam përshtypjen që është super copë. Gjithashtu kam dashur që të bëj një çantë vere dhe gjeta një copë fantastike. Më thoni tani, më thoni që nuk është e bukur. Është si e pikturuar. Po ta shikosh nga afër, është si e pikturuar. Më pëlqen shumë. Shumë. Dhe ishte copë trash. Është perfekte për një çantë plazhi. Kto ishin copat që unë bleva. Tani do bëj një dush shpejt dhe më duhet të rregulloj pak domën se është të zësh kokën me dorë. Më desh të ndaloja pak së fshiri, sepse me erdhin porosit. S'ma më kem lërka shumë. Okej, unë nuk I lash punët në gjysmë I mbarova. Erdhi porosia e shenjit, bëra një make-up të vogël edhe ja jemi prapë të bëjmë haul. Kam të mbas. Wow, sa rëndë. Kam bler shumë gjëra vere. Kam këtu një nga këto. Do I hap me këtë. Okej, kjo e para është një fustan, kam marrë shumë fustane. Kjo është shumë veror. Është I tillë me rripa. Është I këndshëm. Po ashtu për në plazh. Ama ky është shumë I bukur për në plazh me rroba banjo poshtë. Është me kurrizin hapur. Dhe materiali është shumë I mirë. Edhe ky ishte një ndër ata fustane që unë I gjeta me ato çmimet ekstremisht të lira. Do kemi një verë shumë ngjyrshë. Ky ishte një set, ky është I tillë me një yll deti dhe mbas ka këto rripat dhe vjen me Ky është fund pantallon, duket po. Fund pantallon. Fund dhe ka poshtë tuta. Diçka tjetër shumë ngjyrëshe. Kështu. Pak I shkurtër me kurrizin hapur, ka një rrip këtu që mund ta ngushtosh.
ky rri shumë bukur në trup. Rrobat e banjës të pink. Oh, sa të bukura. Ua. S'jam i sigurt, unë kam një problem. Këtu jam M, këte jam S. Dhe kur marr medium, sepse nuk dua që ti marr këto të vogla, më vinë këto shumë të mëdha. Por doja gjejanën, s'ka gjë. Mora një nga këto që kanë dalë tani në mod, që ka kështu ngjyrë pjeshke, atje dilte më ngjyrë pink. Po është nga këto që e hedh sipër rrobave të banjës. Shumë e bukur edhe kjo. Ama, e di që nuk më pëlqejnë këto, ju rej. Do e pres, por... Pse ja vendos, mos ja vendos, qoj diçka tjetër, nuk e di. Mendoj që i bleva të mira këto. E verdh goxha e fort. Këto janë viskoz dhe linen bashk. Kisha zgjedhur një palë para këtyre, që ishin 100% linen, dhe kur u kujtova që të bëja check-out të gjitha, të paguaja, më doli që nuk kishte më, ishte sold out, isha vonë. Po e marrë vesh tash i mora ato shapkat unë. Ky ishte dhe hauli, shpresoj t'ju kem pëlqyer. Shpresoj t'ju kem pëlqyer. Tani, mua po më grinë uria, kështu që ne do shkojmë në kuzhinë dhe do bëjmë diçka për të ngrënë. Forges. Ndërkohë që bëra forgesën, po bëja dhe bukë. Bleva miell integral dhe vendosa që të bëja një bukë me miell integral. Tani po pres që kjo të rritet. Dhe më vonë do ta vendos në një tavë të vogël. Edhe do ta lëm përsëri diku tek gjysmore një orë që të rritet përsëri në tavë. Tani unë jam aq e uritur sa do hap pak forgesë. Me qa ideje jam ngritur unë sot. Po ndihem snatch. Tani du ta prisim tu në mes direkt. Tash me bluzë. U hoq shumë lehtë. E prema në mes, edhe u hoqa kështu si xhaket. Tani çfarë do bëjmë ne këtu, do ta ngjis përsëri këtu në mes. Dhe do të vazhdoj ngjitjen me këtë pjesën këtu, më ngët doja pres sepse nuk më duhet ngët. Dhe do ta mbushim brenda. Kam marrë dhe një copë kartoni që do t'ja vendosim poshtë për të patur një bazë ku të qëndroj. Dhe kështu, kemi crafts sot për të bërë. They ask you how you are, you just have to say that you're fine.
është gati. E mbusha mirë. Tani, kurrizi nga ka dalë një qik një fërështë e barku. Po që është okej. E di të paktën që këto është më afër që mund të kem me përmasat e mia. Edhe do jetë më e thjeshtë që të bëj diçka për veten time. Tani e mira do ishte që mund të kisha diçka ku ta vendosja këtë, tek ajo videoja që unë pash. Ajo vajza i vendosi një shkop të poshtë. Po ajo ishte kastile, edhe unë atë nuk e kam, dhe nuk kam as nerva që të merren atë. Kështu që kjo do qëndroj kështu, këtu ku unë ulem zakonisht për të qepur. Të kjo gjëja. Nga shtëpia dola, do shkojmë në plazh, shumë vatë. Në bërgati. Is it too late to say sorry now? You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Që duket e mirë kjo, vanilja, karamella. Non visto vanilla caramella. Biscotto, pistacchio, vanilla caramella. No, only avevo dato tre. No. Vanilla caramella e biscotto. Të mira duket. Biscotto është mirë. Ke dish si ato që kam provuar, no? For me, Po. Me këtu duhet të luftosh, mos të shkri. Ishim këtu. Nuk e ngrat dot të gjithën ato, më pëlqeu ajo me vanilje, po ajo me biskot jo, dhe aq sepse kishte çokoladë. Biskot me çokoladë të zezë brenda, dhe unë s'jam shumë fan se çokoladës. Po velëm. Nuk e di se si ja bëja kur isha e vogël që haja akullore sa më shumë të ishte e mundur. Tani që u rrita edhe kam mundësi të provoj të ndryshme, gjëra të ndryshme, s'bëhet fjalë vetëm për akullore. Nuk kam më të njëjtin metabolizëm u vela, e nisa tonin të mblinte një ujë. Se di, edhe nuk më ndodh vetëm me ushqime kjo, shumë gjëra. Kur je i vogël e ke atë dëshirën e madhe për të provuar, edhe pastaj kur rritesh sikur të shuhet avash ajo dëshira. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now?